Realisht unë nështë vinë edhe për sporteve tjera, se jam marrë me bodybuilding, crossfit, po dhe me arm wrestling nuk është që është hera parë që tash që mjera, kam marrë pjesë në 2003 edhe kam pas sparinge me arm wrestlerat e Prizrenit, që jam edhe unë e për Prizrenit. Nuk do të që s'kam shumë përvojë, në krahasim me Arlohen kam shumë më pak përvojë, amo te talenti që e kam për arm wrestling e kam besoj prej lindjes edhe kam ushtru goxha shumë për qëtë pjesë. Unë një agoni si një sportist fortë, mendoj që është i përgatitur goxha mirë, ka tregu performancat mira në për turniret këtu në Kosovë, nuk e në vlerësoj as pak. Realisht ndoshta fuqia nuk e di, është sakt në anën tem se ka mundësi edhe Arlohen është me fuqi më shumë se unë ose më pak, nuk e di për këtë arsye kam dashur ndoshta edhe me testu veten në çet match me Arlohen edhe pse është ndër më të fortë në Kosovë. Po tash me këtë match e këshyri a është Arlohen më i fortë se unë apo unë më i fortë se ai. Se për teknik besoj që është më mirë Arlohen, po mbetet më po. Besoj se sporti jam wrestlingut lidhet me këto dyja, me forcën dhe teknikën. Po besoj që jam i përgatitur në të dy pjesë. Ndoshta deri tash Arlohen nuk e ka humbur fokusin, po ka mundësi mecin me mua, ka mundësi që mundet me humbë edhe fokusin edhe me lujt pak tavoline. Besoj se jam i përgatitur në krejt mënyrat. Ato që e kam përgatit tash e sa mujtë që kam fillu me përgatitje, kam e shfaq tavolinë. Kjo është sport, edhe mundet me ndodhë gjithë shka, fitore apo humbje, po ne si sportista përgatitëm gjithmonë me bëu më të mirën. Nëse meci zgjat deri në fund, apo nëse zgjat 5 raunde, që është e parapame, unë besoj që kam edhe më shumë se 5 raunde, besoj që kam energji apo potencial me muajt mecin. Realisht si ndeshje kryesore që po flitet mes meja dhe Arlohen, unë besoj që Arlohen ka me synu me ndërshku ndoshta 3 mecet e para, ose 3 rundet e para, mos me shqu deri bashkë deri në fund, po mbetet edhe më po. Prapë kjo se Arlohen është ndër sportista më të mirë, edhe nuk e di a ka caktu apo a i ka qitë deri tash alo atë fuqinë që e ka tamam si sportist. Mesazhi jam i fundit për Agonin është se kom jep një mësim të mirë në sportin e wrestling. Mesazhi jam i fundit për Arlohen është që nëse u përgatit deri tash, i kisha thonë që me dhonë maksimumin. Agoni Eres, nga Prizreni. Agoni një super buqi. Me një vend, Ta shofim që nga ka përgatit. shumë bukur. Ka një rezistencë të madhe. Presëm tash. Arloheni I cili do të vije. Ja pra tash. Vjen Arloheni I Mitrovicës. Mitrovica pak ma të certë që duket. Ta këshyrim sot kanë tregu performancë kogjat meja. Po, une kesh kundër teje, mirë po si duket na e kalojmë shumë mirë dhe komentim se bashku. Pa tjetër me. Vazhdojmë me rundin e parë. Ta vazhdojmë me rundin e parë. Ja, pra rundit parë. Ta shofim. Si duket? Shofim si duket e tensionuar çështja. Po. Nuk arrin të marrë një setup. Ja, pra e kanë kapur emocionet Arloheni. Po. Agoni duket I qetë. Po, Më duket kogja I qetë në presion. është për shkak se ky është lushtri. Lushtria ka disciplinuar këtë të jetë pa emocion. Këta të shtrisë është të cëllë ti, diçka që të ci I Unë qetë. kam qenë jam 12 vjetë. Dhe jem të qetë shumë. Aty Nën për presion. Po, pa problem. Nuk drillë Zerpiku, ë? Ta shofim veç.
Ja, si që duket. Flitet për një foul, po nuk ka. A do të shkoj në strep apo jo? Nuk arrin të marrin. Shikon, fillon. Nuk arrin të marrin gripin. Hajrullohu gjithmonë emocionuar, në ndeshje. Situata kur është emocionuar. Nuk arrin të gjen një grip të caktum. Hajde më. Referees grip, miq. Opa, një slip. Një slip. Shkoj me një slip. Me në slip. Tani do të lidhen në strep. Vazhdojmë me strep. Çfarë mendon ti do të ndodh tash në strep? Si gjithmonë favor të sportistëve të Prizrenit. Po ta shohim duket shumë tensionuar gjendja. Po, është vërtet agoni, unë e di që ka fuqi të shohim tash apo mund ta ndal. Por ka dhe rezistencë. Ka. Mendoj, Okej. shumë rezistencë, t'ja Ta shohim tash. Por hangra mendoj që është eksploziv, ta shohim me ondat e parë si do shkoj. A do të mund të da gjenjë një grip? Ndalet meqi. Çfarë do në të pro? Ajo va në të pro, për nuk arrit që të vazhdoj të bëj diçka tjetër. Ndeshja ka mbetur në mes. Agoni me side press, ku se hajra me të... Një pin! Një me zero për Agonin, po që bëhet! Nuk e presja, Trubullohet Mitrovica, o që është tuk e ndohë për të merë. Une të drejtë më të reguar e tash, se besoj që agoni ka fuqi në strep. I ta kanë shumë, ka mundësi. Gjithë ta që janë në ushtrinë strep, diçka ma shumë fuqi të ka. Ta përpesht është saktë. Gjithmonë është e rëndësishme shumë të kesh qetësinë në meç. Agoni duket shumë i qetë. Shumë i qetë, është e vërtetë. Qetë si një ditë tjetër. Flinë diçka bra? Më shku... Por shatë Allah. Po në lidhe për burë. Koncentrohen që të ngejmë në këtë mja që obishtë. Çfarë mendon për rundën e dytë? Çfarë do të ndodhë me? Cilat janë paraqitet tua si një profesionist? Unë llogariti, përparësia e agonit është vetëm streti për shkak se Hajrullova ka dorën më të gjatë. Edhe ka toprullën e fortë, ka brachialis. Më duket si ndeshja mes meje e teje, njëjtë, veç pak ma big këta. Ma big, është e vërtet. A do të arrit që të shkoj në strep Agoni këtë rondë? Si që duket? Agonit do të tentoj të shkojnë strap, nëse ka inteligjencën në këtë aspekt. Po. Si duket o trejneri Auroni, i thot që të shkojnë në slep. E ka trajnuar mirë. Po. Ta shohim tani filloj me rondën e dytë. A do të shkoj në slip ky meç apo jo? Janë duke luftuar për height. Cili do të hyp më nalt. Si duket është një luftë. Nuk janë duke u pajtuar. Një faul për Hajrullova.
Slip. Ja, pra me në slip. Slip profesional mu dukaj. Po. Super slip. Agoni duket i gëzuar për shkak se shkoj në slip. Po. Mendoj se aty e ka parë dhe vetë që është pak ma favorit. Ja, pra dhe Bunjamini afrohet atje. E këshillat, do t'ja Po, dhona. këshillat, hajrollat të jepen. Teacher. Hajrollat duhet të jetë më i qetë në këtë aspekt që të mujtë ta vlej klientin. Falë klientin se puna jam, më thot me klientat të kem punë, mirë po sportistin është fjala. Po. Merë më duket një... Kërë unë dytë të ta përcaktoj se do të shkoj ndeshja, më duket më... Edhe në ashtu mendoj. Si pas mendimit tim. Edhe në ashtu mendoj si duket Agoni vetëm buzëqesh. Vetëm buzëqesh. Tash ka filluar dhe Hajrullah po gjetë që trajneri i tij ka thonë të qetësohet të marrë shtruar. Që shqipë ka shumë rëndësi. Nuk janë gjithsej unë që mujnë të bëjnë surprizë, si që po atë ndërtejës të asë një luftë të paparë. Të drejtë më tregu se kum prit. Por, më tregun që kështë ongër pite. Patjetër, pite pau. Vazhdojmë me raundin e radhës. Si do të shkoj raundit dytë ta shohim. Agoni duket, shumë solid duket. A do ta merr bristin Hajrullaj si Nyja duket e thyer dhe hypja nyja është e thyer. Nyja është pak e zezera. Shpresoj që referat të jenë më të saktë. Vigilent. Shohim, është situata Referee is grip. Referee is grip. Vazhdojmë. Tani janë në referees grip, nuk ka lëvizje. Vazhdojmë. Hajde me listin për po, Agoni me tensionet e mëdha. Që bëhet? Agoni duke me favor, por Hajra nuk e lëshon duke mbajtur me tokë, por është një faul. Një faul për Hajra. Elbow foul është. Elbow foul. O detyrua të dalë me një elbow foul. Nuk duket keq, dhe që Hajra duket pozitën e tij është. Po edhe aty ka aftësi, mirë po Agoni siç duket ka më shumë fuqi. Ma shumë fuqi, ma shumë Ashtu se ka përshkruar në intervistën e vet. Po. Ma shumë fuqi dhe qëndrueshmëri, po edhe është takorduar një faul. Na shohim tani cili ka më shumë qëndrueshmëri. Ja, dhe runde i radhës. Vazhdojmë, jemi në raundin e njëjtë mendoj, raundin e dytë. Duket se Agoni pak është munduar në këtë rund, ka shpenzuar energji, mendoj. Po, por si që ka thënë në intervistën e vet, ka rezistencë, kështu që pritet këtë të qëndroj më gjatë. Se zje vrejtë u qu ma herët, dhe më thonë kërë e ngrejë dora, u qu ma herët mujtë pat mundësi dhe më ngritë. Po. Prekor ideali nuk e lëshon. Nuk e lëshon kjo. Ashtu. Çka mu ma kalëshu? Për ty e kuptojmë që ka të kalëshu, mirë po tash është fokusi tek main event. Vazhdojmë. Agoni duket. Vazhdojmë. Agoni si shduket në yje në thyër. Në thyër prej fillimit. Situatë kogja atencionuar. Mirë po, edhe pse në yjen e ka thyër është në përparësi se presi, e ka të vendosën presin, e ka në anën e Hajrullahut. Po. Nuk dakordohen për setupin, tani do të vazhdojnë edhe një herë. Më duket se në këtë çështje mendoj që të merr është pirja e dorës, një dorë mendoj. Është të vërtet, mirë po ja si është fryer Agoni. Po, shije, si një më duket si në një bodybuilding show, ç'thua ti. Ashtu mendoj.
Edhe ky për bodybuilding, më mirë thonë. Goxha. Ja, pra, referat i kem të gjithë. Referat të rejtë. Për të po. Rejtë. Ullon, ja, jemi në raundin e dytë. Ta shohim ato të përfundoj kjo rundë në favor të kuj. Siç duket Aerollo ka shpenzuar mjaft energji sepse është ndjerësitur. Goxha. Rezultati është 1-0 për Agonin. Ta shohim ato ndryshoj në vetë. Apo të Unë vazhdoj. shpresoj që në të ardhmen do të jetë një rematch. Po. Lyje të lyje. Agoni duket shumë mirë duket. E mban, pa problem e mban. Shiko se si bana e gare. Agoni. Një peni bukur Agoni e me. Let's go. Ja, dulen ato fjalët të cilat i ka thonë, që do të ketë ka fuqi, por edhe ka qëndrueshmëri, edhe pse në favor nyjen ja thënë Aerollo, mirë po nuk e di fuqia mungon. Merë që thua, do të ndryshojnë meqet me Maqedon në bazë të në rezultateve. Që thua ti? Unë mendoj që Se do tash të du vinë. mjau që matë fortit me aty, në nërë një që do të. Është e vërtet, do të jem shumë më të përgatitëm kundër Që unë Maqedonisë. tash nuk faj për atje. Lirisht mund çka shte. Nuk është që edhe ti je shumë i fuqishëm, por si që thash më herët, shpresojmë që në maj do të jetë Kosova kundër Maqedonisë. Do të jenë meqe jashtëzakonisht Super meqe, mira. Dhe shpresoj që do të jenë minimumi 7 meqe. Super meqe. Do të jetë e paparë. Me të vërtetë. Aerollo ka shpenzuar shumë energji. Edhe mua ashtu më duket. Por Agoni ka një përparësi se është në shtri. Edhe kondicioni i tij shumë Shifet. Shifet kondicioni. Vazhdoj me rundin e tretë. Rezultati është 2-0 për Agonin. Shohim a do të ndryshoj. Diçka do të shkojë në strep apo jo. Në strep. Ja, po, në Vazhdoj në strep apo Si do që strepi. Apo do strepi. Jemi në raundin e tretë. Ja, si qaje, të zaki. Shumë i bukur. Presëm pra të filloj Raundi i rondi tretë. i tretë. A do të ndryshojnë ndonjë gjë të merr apo do të jetë Unë mendoj që do të vazhdoj Agoni të korë sukses, po shkak qëndrueshmërisë. Mendoj që sajt presi është pak më i fuqishëm i Agoni. Nyja është e thyrë. Nyja Aerollo, Më duket që do të shkojnë në pres kësaj rrode. Duket i setupi. nyja siç duket Aerollo ke thyrë kësaj herë. Me qëllim e ka thyrë. Seriozisht. Të shkuan në pres. Se ti, si ja them. Është një taktikë, jo, mund ta quajmë. Profesionistësh. Po djelësitën shumë. Po djelësitën shumë. Ja, pra, siç duket ka protest i cili ngjitet në skenë Bunjamino, trajneri i Duket Aerollo. ndonjë
informat. Ja jep, dhe një sekret, që ka sekret. Sekrete magjike. Nuk mendoj që sekretet kryjnë këtë punë, nuk e mendoj. Fuqia është në mëni. Po, normal ne është fuqia, një këshill e vogël mund të ndihmoj, një këshill e vogël me kusht edhe ato me kusht nëse e ndëgjon trajnerin. Po aty pak hum fokusi aty. Është vërtet. Edhe pse mundohen shumica të kallëzohen që janë të fokusuar, por shumica nuk janë të fokusuar në varë. Vazhdoj me rundin e tretë, duke që janë gati të startojnë. Vazhdojmë tani ta shohim si do shkoj kjo rundë. Ja, duket nyjet janë rregull, si duket rregull do janë. Vetëm që Si nga rullo, si nga... vetëm që të themi go. Vazhdoj me rundin e të hojra duke dhe pozicion më të mirë dhe bën një faul. Një faul intencional. Faul intencional. Intentional. Referia përdon intentional foul për Hajrullah. Po, është sakt, po është faul. Në supermeqe mund të themi lejohem të gjëra. Përdon faullit. E me faullit në kardënimin për të fituar edhe një start tjetër. Është vërtet. Vazhdojmë. Ndalohet përsëri. Po, këta dytë. Ja, pra dhe Migdati atje. Edhe Migdati buzëqesh. Miki. Let's go. Ja, pra. Po, humlyja. To pro, agoni me to pro. Agoni me to pro, rezultati 3-0, po që bëhet. Prizreni ka dhënë një performancë mirë, mendoj. Unë edhe në mendoj se... Unë si shmendoj, në faj. 50-50. Po, 50-50, jeni sportista dallum pe këtë Kosovës, por Mitrovica nuk është shumë. Është nivel. Ti e ke marrë sot. Ja ke marrë një përpjedzë. Ashtot, sipas listës të tmerrët, i cili e ka përdor një listë, po, në atë listë bëjnë pjesë edhe disa nga Prizreni, po elita e Prizrenit, të cilët do t'ju hije. Ju vjen brava. Ashtu mendoj edhe. Njëherë ki një nga Vitia, mendoj. Vitia, po ai do të jetë një meç i mirë, por besoj që është shumë i lehtë për mua. Piece of cake që thonë. Po. Ja, pra dhe Agoni kërkon aktivizim më një herë shumë. Agoni, si duket, që është fjala nga kondicioni kërkon prap kërkon meç shumë të shpejt. Lidhjes me aqitë një tjetër, mendoj. Ashtu t'ju drejtua Dionit, ti tha të lutem hajde edhe ti. Ja, pra, meqi i... Vazhdojmë, rundi i 4. Në qofë se e fiton edhe këta Agoni, atëherë kryet meqi, mendoj. Ja, pra, shkojmë në slip. Mendoj që ky meç ka shkuar shumë i një anshëm. Meçi më herët që ke kundër Orionit, po me Orioni ka qenë shumë i përafërt. Shumë i përafërt, ai ka qenë me vërtet një meç i shkëlqyer. Këta vetëm një mjeshtër mund të realizojë një meç kaq të mirë. Mund të themi edhe Morina. Është një krenari. Është një krenari, ja, pra dhe Agoni thot. Një strep më të madh, nuk i zemit. Po, thot duart janë shumë mëdha. Po. Gjiganda këta. Kategoria e rëndë. Ja, pra dhe trajneri. Gëzimi i Prizrenit si jetë. Gëzimi i Prizrenit, trajneri Orioni. Sepse dy meqet e para nga Prizreni nuk shkuan në favor. Pritet rikthimi i rezultatit. Opa, hojra me një... duket në favor. Climb si Vitali. Duket tani më mirë Hajrullah. Agoni vetëm buzëqesh, çdo të ndodh. Agoni.
Nuk ka faull. Nuk dihet apo ka qenë faull apo jo. Jo, unë nuk e kuptoj si është e mundur. Karuri nuk ka qenë përfundi tavolinës. Nuk e di. Pritet vendimi i referëve. Po, saktë. Mund ta shikojmë në video. Agoni duket ti pak konfuzuar. Nuk mu e kuptoj çfarë ndodhi në këtë rast. Akuzohet për një faull? Por nuk e dim tani. Si është e mundur një sportist të ndaloj garën pa e ndaluar referi? Po. Është për të çuditur. Kjo është një Referia diskutojnë, ta shohim çdo të marrë çfarë vendimi. Jo, vanga. Shpejt pak. Fast. Një sportivitet i shkëlqyer. Nuk ka hatër mbajtje, duken që sportistët janë të kënaqur me vendimet e referit. Ashtu e shoh, edhe pse nuk ke vendimi referit, por ke direkt nga sportisti ankesë, kuptoj? Mirë, po si do qoftë, atë nëse Agoni po. Agoni duket një sportist i shkëlqyer nga sjellja. I disciplinuar. Po Agoni thot nuk lohen deri nesër në mëngjes. Shifeni trajnerin, thotë që kërkon lodhjen e tij, por ai thot nuk lohet. Është shkret. Ja pra, i tha ti në ren, Agoni. Një meç e lypi, kërkoj Bunjamin Lahut. Një meç. Agoni nuk e lëshon, Agoni mos luaj. Ja pra, Agoni nuk e lëshon. Mirë po. Shofim atë ta mbaj apo jo. Si që shë. Bo. Ky meç duket që është i përfunduar. Agoni e merr fitoren. 4-0 meç. Dhe merr fitoren meçi i tillë si shihet do të jetë kundër Bunjaminit. Nuk di në cilin e ai sende nuk ka konfirmim se në radhë janë Maqedon. Ja pra. Do të shohim çfarë do të ndodhë në EAF 3. Unë mendoj që Kosova do të del fitimtar. Patjetër, pa duhet ta çojmë ligën më të fortë. Është mos e qartë. Mos është e qartë. Dojnë edhe një meç për respekt, a do t'i lëmë apo jo? Jo, edhe një kërkojnë, edhe një meç. Nuk i kuptoj. Nuk dyshon asgjë. Bo, Agoni shumë konfident. Okej, ja pra. Jepet frëngimi duave, një respekti dhe i... Një main event, meç vërtet i shkëlqyer. Mendoj që ky meç ka shkuar më ndryshe se njerëzit beson. Perfekt, po është e vërtet. Bo.